Maja e Gramës në Dibër gjatë ditëve të dimrit ofron pamje mbreslënëse me malet e mbuluara nga dëbora dhe qiellin e kthjellët që krijojnë një kontrast të veçantë natyror. Kreu i qeverisë përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga ngjitja në majën e Gramës, duke cilësuar atë si një nga kurorat më mahnitse të Alpeve shqiptare. E njohur si perla e Dibrës, Grama karakterizohet nga bjesht të sheshta, liçene piktoreske dhe hapësira të gjëra natyrore. Zona ofron burime të shumta ujore të kristalta dhe peizazhe të pasura natyrore, ndërsa përfshin edhe një sër monumentesh natyrore, çka e bëjnë atë një nga destinacionet më të kërkuara për vizitorët vendas dhe turistët e huaj. Grama shtrihet në verilindje të qytetit të Peshkopis, rreth 12 kilometra larg qytetit, dhe arrin lartësinë deri në 2400 metra mbi nivelin e detit. Ajo përbëhet një nga zonat më të bukura të parkut kombëtar Korab Koritnik. Ngjitja drejt bjeshkëve ofron një panoramë të gjerë mbi fushën e Dibrës dhe qytetin e Peshkopis, duke e kthyer këtë zonë në një balkon të bukur natyror me pamje unike, të cilët është kthyer në një destinacion shumë të kërkuar për të gjithë turistët.